Washington Examiner përsëri është marrë me Ramën. Rama nuk e rrëzon korrupsioni, por e rrëzon lidhja me trafiqet e drogës. Si trafikant, ashtu siç ai pëlqen të thotë drogagji, kumbari, dhe Washington Examiner, që përfaqëson konservatorizmin e djathtë, është në një linjë me kongresmenin Wilson, i afërt me fëmijët e llastuar Trump, po që kërkon të heqë barrën e trafiqeve, duke futur në Kongres një shtojës në ligj që CIA, FBI të nisë hetimet për trafiqet e drogës të Ramës dhe presionin e opozitës. Natyrisht që Rama ka dalë nga ekuacioni si kontrollues i situatës në Shqipëri. Nuk është më personi të cilën telefonojnë ambasadat e huaja, qeveritë e huaja për të mbajtur Ballkanin. Rama është shumë i vogël në karshim me Lubin, balluku e cila po e sulmon Haptas, mbas municioneve të shumta të Ametajt me agjencitë e përgjimeve të pastrimit të parave dhe inteligjencës amerikane dhe europiane, duke e kërcënuar me 13 deputet që do të largohen, do të jenë kundër tij. SPAK po flet. Unë kam qenë mbështetës i SPAK-ut me idenë që SPAK mbështetet nga Amerikanët, nga ato segmente të Deep State që nuk shkojnë mbas tralalas Trumpit, të llastuarit Kushner dhe personave që nuk duan stabilitetin në Ballkan. Sipas Washington Examiner, Rama ka marrë përvojën nga Erdogani si të shkatroj institucionet demokratike dhe të kontrolloj SPAK, të njëjtën gjë Erdogan, sipas Washington Examiner, e ka bërë me institucionin e tatimeve, madje ka arritur të blejë disa ambasador amerikan, duke i shpërblyer. Rama ka bërë të njëjtën gjë me ambasadorët e fundit në Shqipëri. Nuk ka asnjë lajm për ardhjen e ambasadorit të ri, kanë ngelur dhe 24 ditë kalendarike në Kongres, pra Kongres dhe Senat, dhe ka gjasa të përfundoj si Kostenarçik të mos votohet. Shqipëria të vazhdojnë në nivel legate. Rama u tall përsëri. Pagoi një, siç cilësohet nga mediat majmun, që i cili nuk është këngëtar, me rreth 4 milion euro dhe SPAK hesht. Dikush ka ngritur akuzën në gjykatën kushtetuese, me mira të rinj shqiptar kanë qenë protest dhe mediat e huaja e kthyen në bumerang për Ramën, i cili jeton në surrealitetin e tij idiotesk. Por me atë që janë unë, Kanye West nuk ka në ndryshim të madh, të dy janë me probleme mendore dhe figura që të urryera. Tani Rama po shkon hum, sepse Kanye West njihet si anti-çifut, anti-ebre, ndërkohë që Rama, përpos të qenë zagar i Sorosit, ka kohë që kërkon të paraqes veten si zagar i polaku çifutit Netanyahu. Merë kohë që të çmontohet një sistem që ka të paktën 13 vite. Ka blerë patronazhistët, ka një masë të madhe, por nuk ka më 800.000 vota. Ky është fakt. Problemi është që ajo masë e madhe, ai brez ujnor, nuk kthehet dhe nuk largohet. Dhe një trysni e madhe për ambasadat e huaja, për qeveritë e huaja, rrezikon statu quo e Ballkanit. Ndaj, Rama është lëshuar nga tutorët e tij. Problemin e ka me tutorët e trafiqeve. Ata që kanë futur miliardë dollar të pista, të cilët mund ta vrasin, sepse janë gjurmuar me miliardë dollar, e kam thënë, në një vend evropian, Dubai, në Singapur, ku nuk janë thjesht miliardët e Ramës, po të gjithë asaj familjes kriminale, ku ai me dëshirë ka futur veten e tij me ato komplekset e inferioritetit që ka pasur nga rinia e hershme, ndaj ai përzgjedh shok kriminal të fortë, sepse është parë gjithmonë se i dobët. Unë e kuptoj që shumë mund të jenë pesimist që thonë ai nuk hikën.
ne dalim për ditë, ai qëndron. Jo, ai për ditë humbet. Për ditë bie, është shkatruar në sytë të ndërkombëtarëve, është shkatruar mbi të gjitha në sytë e shqiptarëve. Është ajo urrëtia e madhe që vjen nga të gjithë shqiptarët që jetojnë nëpër botë. Europianët kanë filluar të kuptojnë. Trafiqet e Ramës, lidhjet e tij me trafiqet me Sinaloën janë shkaktar të vdekjes me qindra mijë fëmijë europian në vit. Kanë filluar ta kuptojnë. Kanë filluar ta kuptojnë që Rama nuk përfaqëson një sistem përfaqësues demokratik, e kanë toleruar sepse duan ta kenë Shqipërinë në kontroll, por një Shqipëri e destabilizuar destabilizon Ballkanin. Amerikanët me një president me probleme shëndetësore duket sikur nuk kanë interes të madh për në Europë dhe me logjikë të mbër Ballkan, sepse janë të lidhur me Iranin, por Deep State, Kongresi, Senati, Think Tank, i shikojnë trojet shqiptare si trojet ndikimit amerikan. Këtu jemi me fat. Samiti NATO-s nuk qena një sukses, siç u tha. Liderët europian, amoral, të NATO-s, kishin marrë udhëzime që të mos mërzisin donin e madh, me servilizëm të thonë që vetëm ti shpëton botën, galaktikën, gjithësinë, dhe ai ta pranonte. Por Trump i kërcënoi me Groenlandën. Premtimi për 5% të GDP-s është një mashtrim. Nuk munden, në qoftë se Gjermania të shpenzojë 5% të GDP-s për mbrojtjen, falimenton ekonomia e saj. Ka 4 vite që ekonomia më e madhe e Europës nuk ka rritje. Dhe burokratët e Europës, duke u larguar nga energjia me çmim të lirë të gazit dhe të naftës të Rusisë, po shkatron ekonominë e Gjermanisë dhe vendeve të tjera në Europë. Amerika ju ka ofruar gaz 6 herë më shtrenjtë. Nuk mundet që ekonomia europiane, sidomos e gjermane, të mbijetojë me këto çmime kaq të larta, çka do të sjellë mosrritje të GDP-s, papunësi, destabilitet, ndërkohë që kjo ndërthuret me politika të radikale të majta për emigracione. E djatha amerikane ka qenë triumfuese në Amerikën, në hemisferin Amerikës. Në Amerikën Latine kanë fituar të djathët. Uorvat G.D. Vance në Gjermani dështoi, por shenjat pozitive në Bullgari, Rumani, Hungari, dhe mendoi që mbas ligjit për hetimin e CIA-s dhe FBI për trafikantin Rama, kjo do të ngjaste në Shqipëri. Rubio de facto nuk është sekretari i shtetit, është de jure. Sekretari i shtetit është hebreu Witkoff. Dhe një nga arsyet që po dështojnë negociatat me Iranin janë se 2 ignorant diplomatik, Witkoff e Kushner, kanë marrë përsipër të kryen këto negociata. Sinjalet që vinë nga Washington Examiner janë shenja shprese që Rama do të trajtohet si trafikant. Washington Examiner ishte e para që thoshte Rama si Noriega. Në qoftë se ligji Wilsonit, kongresmenit të djathtë në lidhje me i lidhur shumë me Trump, fillon hetimet, edhe pse të klasifikuara të CIA-s, të lidhjeve të trafiqeve të Ramës, Rama do konsiderohet si Noriega. Nuk e rëzon 4 milion që e ati gjoja këngëtarit që fytyrën e ka si Trump. As korrupsioni i ballukut, as vjedhja që i bën shqiptarët. Por amerikanët janë trafiqet që kërcënojnë sigurinë kombëtare dhe me qindra mijë fëmijë të vdekur në Europë, por dhe në Amerikë, sepse armatimet nga Shqipëria kanë përfunduar tek mafiozët, trafikantët, drogajgjinët në Amerikën Latine, armë që hyjnë në Amerikë dhe vriten me qindra me mira fëmijë amerikanë nga këto armë që nisin me trafiqet që kontrollohen nga Rama, familjarët e tij. Uroj që miliardat e kapura nga agjencitë amerikane dhe europiane t'ju kthehen shqiptarëve. Edhe pse mund të jenë një pjesë e madhe e trafikantëve
në Amerikën Latine, por që mund të jenë dhe në Amerikë. Rama po shikohet si trafikant, si kreu i lidhjeve të trafiqeve, dhe kjo e largon nga ekuacioni i kontrollit situatës në Shqipëri. Përdori një sorosian LGBT rrutën me karagjoslligje NATO nuk funksionon. Ka shpenzuar miliona dollar, por atë po e sulmon edhe motra e tij, Alexa Soros. Mos valli ishte ai që nxiti rrutën të ofendonte përsëri. Rama ka shkuar hum. Por ajo që mua më jep optimizëm është që shumica e shqiptarëve e urren, nuk e do. E shikon si një leck që duhet hequr, duhet vrar si sistem drejtimi, si një sultanat i vogël, si dikush që mund të ketë bërë çdo gjë, por asgjë pro shqiptare. Ndërkohë që ai brez hynor nuk donte t'ia dinte as nga kampionati ka Kupa e Botës, e jo më nga një këngëtar si Gjani Vesti. Dhe ne që jemi jashtë, natyrisht, e ndjekim me vëmendje, me këshëri, me shpresat protest, por kemi parë dhe Kupën e Botës. Anglia ka shanse, nuk ka luajtur mirë. Franca është ekipi më i mirë deri tani, por me Spanjën nuk dihet sepse teknikisht është shumë lart. Anglia ka ekip më të mirë se Argentina. A do të ngrihet Bellingham në postin e lojtarit më të madh të gjitha kohërave të Anglisë, të krahasohet me Bobby Charlton, në qoftë se fitojnë Kupën e Botës, po. Këtë rast anglezët janë me fat se kanë një trajner gjerman, i zgjuar, shumë herë më ndryshe nga ai aristokratin thonjza trajneri fundit anglez. 5 ndrime e ndron dhe flet haptas. Nuk kemi luajtur mirë, por Kupën e Botës nuk e fiton ai që luan mirë, por ai që bën më pak gabime dhe përfiton nga gabimet të tjerëve. Për sa i përket lojtarëve të mëdhenj, këtu në Amerikë një dashuri e madhe është për Holland, Erling Haaland, norvegjezin, i cili është një person i dashur me median, një lloj kafshë në fush, por që ka thithur një kërshëri të dashurit të madhe. Mbas shumë vites, kam kontaktuar me një emër të madh të futbollit anglez, Gary Lineker, i cili ka emisionin e tij The Rest is Football, drejtuar nga Manhattani, nga studio, me një shikueshmëri shumë të madhe, natyrisht me një kontratë nga Netflix rreth $20 milion. Dhe shpresoj, besoj ta kem në një nga fokuset e radhës për të kujtuar atë takimin ton në vitin 88, 2 intervistat e mia spektakolare në atë kohë, mbas ndeshjes me Barcelonën dhe mbas ndeshjes me Kontare, me një figurë që ka lënë shumë gjurmë tek futbolli i një vendi të madh, por që nga 66-ta nuk ka fituar një trofe të madhe. A mundet Anglia? Mundësit janë. Mundësit janë, në qoftë se kalon në Argentinën, dhe në qoftë se Spanja nuk e kalon Francën, sepse është me e vështirë për anglezët me spanjollët nga ana teknike, por një ndeshje është. Le të shpresojmë. Kudo në Shqipëri.